Rritja e çmimit të naftës, që ka kapur vlerën e 195 lekë për litër, ka ndikuar direkt në bujqësi, duke qenë se kjo rritje përkoi me periudhën më delikate të bujqësisë, që është sezoni mbjelljeve. Fermerët thonë se kanë të pamundur me këto çmime që ka aktualisht nafta që të punojnë tokën. Kështu fermerët e fshatit Bej në bashkinë e Klosit për momentin kanë bllokuar çdo proces të punimit të tokës për shkak se janë rritur të gjitha kostot si rezultati i rritjes së çmimeve. Ndryshe nga vitet e kaluara ku çmimi i naftës ishte më i lirë dhe thuajse e gjithë banorët e këtij fshati e punonin tokën, këtë fillim pranverë është bllokuar e gjithë procesi i mbjelljeve pranverore. Vetë bujqit hezitojnë të punojnë tokën për shkak të çmimeve, ndërsa ata që kanë në pronësi mjete agregate i mbajnë të fikura e të parkuara pranë banesave. Çmimi i naftës ngret shumë shpejt, edhe në kohë që i duhet bujqësisë, traktori, nafta, se pa naftë nuk punojnë ata. Nafta e shtanejt, një edhe dita që i punon, një që ka vakë se s'ka njeri, për shumë se ka shku shtanejt fort 2.000 lekë, qarë bo me 2.000 lekë? Nuk i del pazari ati me lujtë. Po, ngritja e naftës është një vështirësi për fshatarin. Shumë e vështirë, sepse janë ngritë dhe çmimet e tjera janë ngritë. Kështu që ka të vështirë ta punoj tokën. Po është shumë e lartë për fshatarin. Nuk mund ta përballoj, nuk mund ta punoj tokën. Po bujqësia aty do shkoj, drejt falimentimit, përderisa nuk punohen tokat. Lihen gjerë. Jo vetëm nafta, po si të ngret nafta, fillojnë ngritjen edhe çmimet e tjera. Gradualisht. Është e papërballueshme për bujqësinë. Ngritja e naftës na ka ngushtuar shumë. Arsye se bujqësia ka ngel mrapa me ngritjen e naftës. Me 2.000 lekë, 2.000 lekë një litër naftë nuk punohet dot. Bashkë ngrit në periudhën e mbjelljeve, të jongjave, të misrit, vjen e korje bajt, ngrit bashkë në periudhë që nuk ka ku të shkel më shumë ma. 2.000 lekë një litër naftë. Kjo është jashtë normet. Me çka kuptojmë na dhe për shembull gjithë fshati e ndjek këtë mungesë. E ndjek bujqësia, ka ndjek më balë bujqësia. Po janë ngrenë produkte tjera, u ngret plerat kimike, u ngret mielli, u ngret himet. Këta mos këtu e kemi shpresën ke bujqësia, ke blegtoria, nuk kemi. Është e paballueshme për fshatin. Traktorët i kanë mbyllë komplet, s'punojnë njëri më, as fare të dile shife fshati që se shef një me punu me traktora, me makina, as një gjanë nuk puno kush fare. Komplet janë fik. Është që në momentin kur është kulmi i punimeve për bujqësinë. Jashtë janë gjithë fik. Toka nuk punojnë se do lek. Lek me ble naftë populli nuk ka, kështu që çfarë do bëjmë? Plerat janë çu, nafta është sipas naftës çojnë gjitha çmimet, edhe kemi met. I kemi lënë toka djerë, makinerit janë fik gjitha, qa do bojmë? Vetëm kotë imi. Nuk shef as një mjetë bujqësor me punu, kështu që ma mirë me marë thasët edhe me dalja shteti gjithë, si gjithë rinia. Banorët e fshatit Bejnë në bashkinë në Klos apelojnë që shteti të ndërhyjë dhe të gjejë një zgjidhje për të gjithë ata që e duan naftën për punimin e tokës. Ata kërkojnë që shteti t'i mbështesë në këtë situatë të vështirë. Mirë shtetit ndikojnë, futet shteti, edhe ta ulin çmimin e naftës për këtë periudhë sa është keq. Duhet të ketë një tavon, duhet ndërhyjë qeveria. Ai është rregullatori kryesor i çmimeve. Shohim mos dushallah vetë partia që është në pushtet, kryeministri Edi Rama, ndër na animo pak me këtë. Duhet të ketë një çmim tavon siç ka Kosova, siç ka Maqedonia, siç ka gjithë vendet e ballkonit perëndimor. Por ne qeveria di atë punë, i lutemi të na marrin masat. Rritja e çmimit të naftës ka ndikuar ndjeshëm në xhepin e konsumatorëve, teksa ka prej atyre që mbushin makinën me vetëm 500 lekë të rinj.